Pasi, si pas Ministri dhe Qeveri, në deklaratën e Komisionit Publike Sikurse ju e pat, zëvendës kryeministra dhe ministra e infrastrukturës dhe energjisë zonja Belinda Balluku sapo u paraqit në gjykatën e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, ku do t'i komunikohet masa e sigurisë e cila është marrë më herët në mungesë të saj. Gjykata e posaçme ka caktuar ndaj zonjës Balluku masat e sigurisë pezullim nga ushtrimi i funksionit publik, çka do thotë ajo nuk e ka ushtruar nga momenti që është komunikuar detyrën e zëvendës kryeministres dhe ministres së infrastrukturës dhe energjisë, ndërkohë që nuk preket mandati i deputetit për të. Nga ana tjetër, gjykata ka caktuar edhe masën e sigurisë ndalim për të dalë jashtë vendit, duke arsyetuar me disa momente. Së pari që ekzistojnë të gjitha kushtet dhe kriteret për të caktuar këto masa sigurie për shkak të nevojave të hetimit, e po ashtu ka dyshime të forta gjykata se zonja Balluku mund të ndërhyjë të prish prova, të intimidojë dëshmitarët, si dhe ekziston rreziku për t'u larguar jashtë vendit. Përpara se zonja Balluku të mbërrinte në gjykatën e posaçme, mbërritën edhe avokatët e saj dhe ditën e sotme u vure se zëvendës kryeministria ka vendosur ta përforcojë ekipin e saj të mbrojtjes, sikurse News 24 kishte paralajmëruar. Krahas motrës së saj, Pamela Qirko, ish kryetare e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, ose thënë ndryshe shkallës së parë të vettingut, pjesë e ekipit të mbrojtës të Belinda Ballukut është edhe avokati Ardian Kalia, i cili më herët ka ushtruar detyrën e gjyqtarit. Ndërkohë që po ashtu rreth orës 8:30 të mëngjesit, forcat e policisë shoqëruan në ambientet e gjykatës së posaçme edhe dy të dyshuarit e tjerë, Erald Elezi, administratori i Korporatës Elektroenergjitike Shqiptare, dhe Gentian Gjyli, kreu e Autoritetit Rrugor Shqiptar, ndaj cilëve gjykata ka caktuar masën e sigurisë arrest në shtëpi, e për këtë arsye është e nevojshme shoqërimi i tij me forca policie. Sigurisht ditën e sotme pritet të ketë një debat të gjatë, Klevi, përderisa ka patur një lëvizje të orëve të fundit nga ana e qeverisë shqiptare. Në momentin që gjykata i komunikoi zonjës Balluku, sigurisht përmes spakut, sepse kjo është procedura, masat ndaluese dhe shtrënguese, pra pezullimin nga ushtrimi i funksionit, por edhe ndalimin për të dalë jashtë vendit, qeveria ka vënë në lëvizje gjykatën kushtetuese, pasi zoti Rama ditën e djeshme për krah komisioneres për zgjerim Marta Kos e konsideroi këtë vendim të gjykatës së posaçme si një akt brutal dhe ndërhyrje në çështjet dhe punët e ekzekutivit. Kështu që do duhet të presim se çfarë do të kërkojnë avokatët e zonjës Balluku. A do të kërkojnë ata që të pezullohet procesi në gjykatën e posaçme derisa të shprehet gjykata kushtetuese? A do të ketë një ndryshim të masës së sigurisë për zonjën Balluku? A do të rriqet gjyqtari i posaçëm Erion Qela nga vendimi që ka firmosur në mungesë dhe tashmë është komunikuar zonjës Balluku? Sipas ligjit, kjo seancë ditës së sotme konsiderohet seancë e marrjes në pyetje dhe normalisht personat e pandehur duhet të japin shpjegimet e tyre nëse zgjedhin ta bëjnë një gjë të tillë. Ndërkohë gjykata formalisht duhet të shohë vetëm kushtet dhe kriteret dhe nuk ka shumë vend për ndryshimin e masës. Megjithatë, parë në dritën e zhvillimeve të reja, pritet të jetë një seancë e gjatë dhe me shumë debate. Sikurse ne kemi bërë me dije, pra News 24 edhe më herët, dhe kemi zbardhur hetimet penale të SPAK për zonjën Balluku, ajo është marrë pandehur për akuzën e shkeljes së barazisë në tendera lidhje me tunelin e Llogaras, ku mendohet dhe dyshohet që është shkaktuar një dëm i madh buxhetit të shtetit me afro 50 milionë euro, ndërkohë që të pandehur për këtë aferë janë edhe ish kreu Autoritetit Rrugor Shqiptar Viz Berberi, nga celulari të cilit është kompromentuar dhe implikuar në aferë edhe zonja Balluku, Gentian Gjyli, kreu aktual i ARSH-s, dhe Erald Elezi, administratori kesh. Gjithashtu, të pandehura janë edhe dy specialiste të nivelit të lartë në Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë. Zonja Balluku akuzohet po ashtu, por ende nuk është e pandehur, për akuzën e shkeljes së barazisë në tendera sa i përket të tenderit loti 4 Unaza e Madhe, ndërkohë që janë në hetim disa procedura të tjera tenderuese. Miki, përshëndetje, sikurse ju e pat, zëvendës kryeministra dhe ministra e Infrastrukturës dhe Energjisë zonja Belinda Balluku sapo kalon ambientet e gjykatës posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, nuk i është përgjigjur asnjë prej pyetjeve të gazetarëve dhe të News 24 nëse do ta zbatoj vendimin e gjykatës dhe po ashtu se pse u largua
nga ambientet e gjykatës. Ende nuk kemi një konfirmim për arsyet e largimit të zonjës Balluku, por brenda në seancë gjyqësore vijojnë të qëndrojnë dy avokatët e saj dhe konkretisht Pamela Qirko, motra e zëvendës kryeministres dhe ministres së infrastrukturës dhe energjisë, e cila bën mbrojtjen e saj ligjore, po ashtu edhe avokati Ardian Kalia, ndërkohë që dy të pandehurit e tjerë, Erald Gjyli, kreu i autoritetit rrugor shqiptar dhe Gentian Gjyli, kreu i autoritetit rrugor shqiptar dhe Erald Elezi, administratori kesh, të cilët janë shoqëruar nga policia përderisa ndodhen në masën e arrestit në shtëpi dhe avokatët e tyre janë në ambientet e brendshme të gjykatës. Do më duhet të konfirmoj përmes burimeve, sepse seanca zhvillohet në dyert të mbyllura dhe duhet të konfirmoj përmes burimeve arsyet e largimit të zonjës Balluku, ndërkohë që nga ana tjetër është tashmë publike që gjykata e posaçme ka caktuar më herët masën e sigurisë të zullim nga ushtrimi i detyrës për zonjën Balluku, çka do thotë që ajo nuk mund të ushtrojë detyrën e zëvendës kryeministres dhe ministres së infrastrukturës dhe energjisë, dhe po ashtu i ka ndaluar të drejtën për të lënë territorin e Republikës së Shqipërisë. Zonja Balluku është zyrtarisht e pandehur për akuzën e shkeljes së barazisë në tendera kryer në bashkëpunim me varësit dhe ish-varësit e saj në lidhje me tenderin për tunelin e Llogaras, një tender që i ka shkaktuar buxhetit të shtetit një dëm prej 50 milionë eurosh, e po ashtu është në hetim edhe për tenderin Loti 4 Unaza e Madhe, si dhe disa procedura të tjera tenderuese, dhe për këtë arsye gjykata me arsyetimin se ajo mund të dëmtoj provat t'i prish ato, por po ashtu mund të intimidoj dëshmitarët përderisa pjesa më e madhe e tyre janë vartës të zonjës Balluku, zyrtar në Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë, si dhe për faktin që ekziston rreziku për t'u arratisur jashtë vendit, gjykata caktoi masën e pezullimit nga ushtrimi i funksionit dhe i ndaloi zonjës Balluku të drejtën për të dalë jashtë vendit. Do duhet ne të shkëputem për pak minuta. Po, mund të shkëputemi për të marrë më shumë informacione se vijojnë të njëjtat akuza apo kemi ndryshim akuzë. Por nuk kemi ende të Atëherë, nuk ka lidhje me akuzën, ka të bëjë vetëm me masën e sigurisë. Akuza është një çështje dhe hetimi është një çështje tërësisht tjetër, por sa i përket seancës gjyqësore, do më duhet të sqaroj zyrtarisht pse zonja Balluku u largua nga gjykata, ndërkohë që në lidhje me vijimin e seancës, përderisa të pandehurit e tjerë dhe avokatët e tyre, por edhe avokatët e zonjës Balluku janë duke vijuar përballjen me gjykatën, patjetër që duhet të sqaroj momentin se përse ajo e la procesin gjyqësor. Në fakt, sipas ligjit, kjo seancë në momentin që personi subjekti në konflikt me ligjin vjen dhe paraqitet dhe autorizon avokatët, mund të zhvillohet në praninë e tyre dhe ndoshta është kjo një nga arsyet, megjithatë seancë është me dyert të mbyllura, pasi është seancë për komunikimin e masës së sigurisë, na duhet ta sqarojmë përmes burimeve zyrtare dhe më pas kemi një lidhje së bashku për të parë edhe ecurinë e këtij procesi, nisur edhe nga zhvillimet e fundit, ku qeveria shqiptare, pra Këshilli i Ministrave, ka vendosur të vërë në lëvizje gjykatën kushtetuese, pasi e konsideron si antikushtetues vendimin e gjykatës së posaçme për pezullimin nga ushtrimi i funksionit të zonjës Belinda Balluku. Zyrtarisht nga gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, jemi informuar se seanca gjyqësore për komunikimin e masave të sigurisë për zëvendës kryeministren dhe ministrin e infrastrukturës dhe energjisë dhe dy pandehurit e tjerë, Gentian Gjyli, kreu i ARSH-s dhe Erald Elezi, administratori kesh, është shtyr për 2 orë përderisa palët kanë kërkuar, pra avokatët dhe personat e pandehur dhe nën hetim kanë kërkuar kohë që të njihen me aktet e dosjes. Gjykata, pasi ka dëgjuar kërkesat e tyre, ka vendosur t'ju vërë në dispozicion të gjithë fashikujt e dosjes hetimore, ata të cilat janë dorëzuar në gjykatë, sepse ka akte të tjera të cilat janë në prokurori dhe mund të përdoren gjatë gjykimit të çështjes, dhe për këtë arsye avokatët janë vendosur në sallën e gjykatës duke lexuar akte dhe duke u njohur me to. Dhe seanca pritet të rifillojë pas 2 orë. Gjatë kësaj kohe zonja Belinda Balluku, zëvendës kryeministre dhe ministri i infrastrukturës dhe energjisë, e pezulluar me vendim gjykatës posaçme nga kjo detyrë, e po ashtu është ndaluar drejta për të dalë jashtë vendit, është larguar nga ambientet e gjykatës dhe sipas burimeve pritet të rikthehet 2 orë më vonë kur seanca të rifillojë, ndërkohë që 2 personat e tjerë, pra 2 varësit e saj, Elezi dhe Gjyli, ndodhen në ambientet e brendshme të gjykatës, sepse masa e sigurisë ndaj tyre është arrest në shtëpi dhe nevojitet që forcat e policisë t'i shoqërojnë. Pra do thotë kjo është edhe arsyeja zyrtare se përse u ndërprej procesi, pra seanca për komunikimin e masave të sigurisë, dhe zonja Balluku la ambientet e gjykatës. Ajo pritet, sikurse thash, të rikthehet në 24 është duke ndjekur moment pas momenti këtë proces, dhe patjetër do të kemi sërish lidhje të tjera për të parë edhe ecurinë, por gjithashtu edhe vendimin e gjykatës që do të jetë në finale të kësaj seance. Qartë, faleminderit Klodi për këtë ritheksim të informacionit fundit që vjen nga ju. Faleminderit juve. Faleminderit. Vjojmë sërish